Lo sé que tú aquí te vaya. Mirë mbroma gjithëve. Na falni qik për këtë arredimin modest sot, po si që thamë dhe kisha të hapi, jemi ke zyrat e reja. Që ke vëlla, ta ka bo mute kasapi? Atë keqe. Marri. Na falni, mos na gjykoni, jena për qef. Sot qiell për muhabet dhe sot Lale. E kena boksu si duhun. Se nuk do ta përmend më këtë Lale gjatë emisionit, vetëm tash sot Lale. Ti ke luksi të bosh edhe katë të montimi, për këto. Lale. Sot kemi ftu një super artiste, është femër më në fund, se ma keni e shtrunin, që gjithë, kur do vina i gocë, erdi i gocë. Ajo është një mikeqe imja, por mbi të gjitha është një artiste, është një regjizore, është një aktore profesioniste, dubluese e gjeneratës së re, po super shumë e talentume, Joana Karaj! Përshëndetje, Lale! Më Lale, mirë se më erdhe më Lale. Shko ka mas teatrit kjo Lale. Shumë faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi. Mirë se na ke ardhur, na fal që na gjeti çik si kështu. O zemra, fillim i ri! Gëzuar! Ti mirë. Mirë, okay. Gjoj, Më thuaj. ti je artiste e gjeneratës së re. Me plot kuptimin Allah. Jo, le modestira se ne bashkë jemi miq, njihemi në Shqipëri Akademisë. Unë të njoh, kështu që le modestit. Tash më thuaj çik si ka nis rrugtimi jot me dublime. Domethënë si të rastisi se gjenerata e re ka nevojë ta dëgjoj këtë. Po qellova me fat. Sa? Se për ne gjeneratën e re duhet kemi fat, se është bërë shumë e vështirë, shumë e vështirë. Kërkonin goca, shkova e provova, kisha të dëshirën patjetër. Në fillim më dhanë tekstin, se po i tërgoj kështu muhabet. Dhanë tekstin dhe kufjet, unë shoh monitorin aty, thash, po priti thash unë se do të kapi temporitmin, era parë. Po prit, po këtej, më falë, po unë do të bëj prova, i thash, isha mësu me Po dhe në psutat. do bëj prova, i këtej andej, po. Jo, tha s'ka prova, ke tekstin jepi, gjoj aty. Fillova, më kapi nati, ta bëjmë, se do ti, që më pëlqeu shumë, me përfshihesh aty. Dhe është një emocion shumë i bukur. Sidomos kur shikon fëmijët dhe thonë, ku është zëri, e kupton? Shumë emocion i veçantë. Po ti të rekomanduan apo si më thonë aplikove, se kjo është ideja. Tani me llafe. Tani duhet miku, e kupton? Absolutisht. Nuk kam futur mikse. Absolutisht. Thjesht kanë pyetur, na duhet një gocë për dublime, s'kemi goca, këte janë dhe. Edhe një pedagogja ime që do ta përmend se patjetër ja di shumë për nder. Patjetër. Aneta Malaj. Zësh Aneta, po. Ne dua shumë, është shumë pedagoge e mirë dhe mbi të gjitha njerëz shumë i mirë. Kishte çuar emrin tim edhe unë gjita unë aty. Se nuk është vërtetë të thonë fal. Unë jam qetësi. Përdolla se ka kohë. Ke kohë. Po mirë, çfarë ndjesi ishte për herë të parë? Se unë se më mend të thon drejtën. O po kisha frikë, po them se unë jam gjithmonë edhe një njerëz i panikos. Do ta bëj siç duhet, mirë, sinqerisht. Mos e thoj atë. Ti kur? Edhe mora me frikë, po pastaj u bë imja dhe deri diku më shijonte kjo. Frika, kjo pasiguria. Kam nevojë për këto gjëra, sa toksike, Shiko, Robi ka nevojë dali nga zona e komfortit. Patjetër, unë po qesh komfort, unë më kap monotonia, mërzitem. Po mirë, atmosfera për shembull se më kam pyet shumë veta, unë kam kohë që jam shkput vetë nga dublimet, para ca kohësh e bëra një për qef, po. Që më thirrën, si është tani nëpër studiot? Pra du të dalë të fjalla. Ti aje të kërku për puna si? Po, ku ta gjesi? I them për gjithë, se nga që pyesin për shembull si janë dublimet, ne vërtet një gjë nga gjenerata vjetër që janë shkputur. Janë shqip. Si janë shqip? Po pra, i dublem shqip. Po pra mora vesh. Se po themi. Ke fletën aty? Jo, atë. Si është atmosfera tash në sensin, domethënë, vazhdon të jetë si para shumë vitesh që e më mendoj unë që punohet realisht apo është thjesht rifugjo ta bëjmë që. Unë se di para shumë vitesh, se unë s'është se kam. Dikur bëj punë tavolinë shoku, tamam, siç bëj jo, se kam kap atë unë këtë kam kap tani. Tash teksti përpara dhe jepi puno. Gaz biturbo. A paguajnë mirë? Urdhro? Paguajnë mirë. Urdhro? Të dëgjoj mirë prap.
Urdhro. Tash mos flas, më Jo, nuk flet. Pasioni. Pasioni. Vetëm pasioni po ku na ka majt. Po mirë, okay, në një nga karakteret, për shkak kush ka qenë karakteri i parë që ke dublu, nëse e më mend. Pari fare? Fare. Një ka të parë. Edhe kë ke pyet, unë për memorie jam kështu, të thaj. I edhe aktore teatrit. Prit, në fakt të parën kam bë atë tek Bazi. Te Bazi Drita. Kam bërë Ka bot atë. parën, prit se gjithë këto fansat e One Piece-it ka bë uten te filmi. Te filmi i Redit, Shanci. E kam bërë. Po. Kam bërë goxha edhe nuk i mbaj mend, thjesht e kam shijuar, tani po t'i shikoj e do ri kështu si ato kalamaj që për parë unë e kam bërë këtë. Sepse në atë moment përfshihem aty. Okay. Përfshihem edhe e shijoj dhe kur dal pastaj them, okay, unë u lodha pak, po kam kalu shumë emocione, e shijova dhe kaq nuk mbaj mend. Po si ka mundësi se... Okej, një sekond, tash ty do ta bëj këtë pyetje si ka mundësi se atyre të tjerëve Hajde që për kena... Ja, se do ta them unë. Se ata janë... Do ta them unë përgjigjen. Kur po bën një shfaqje teatri dhe ke një rol. Dhe e ke përjetuar shumë sa që kanë ngelur në mendje emocioni, jo se çka ka ndodhur, procesi, gjithë gjërat e tjera. Domethënë, është ai emocioni, ai lloj katharsisi, ai lloj ndjesie e mirë që ti e ke përjetuar dhe thjesht je i çliruar dhe thjesht rri. Nuk e mban mend, është ajo lloj ndjesie. E kuptoj, po domethënë këtë pjesën mbrapa nuk kuptoj se unë mbaj mend teksa akoma të para 10 vjetëve. Ashtu ë? Unë mbaj mend tekste që i kam pas klasë 2 kur bëhe fjalë artistike kam recituar unë që s'du me lexu. Jam se kështu mbaj mend një për shembull. Pas 30 minutash. 1 hour later. Më dukesh me nerva. Të duhet për qafim. Mos e refuzo, do të ndihesh më mirë. Apo ndihesh më mirë? Atëherë s'ka bërë punë akoma. Ajo Migration, realisht se nuk e di sa mund ta mbash mend tërsi filmin, po ai Migrationi, Leo ajo Hardhuca. Këto dy filma që arrit mbaj mend. Kjo Bad Guys po ashtu, po janë disa të gjeneratës së re që janë realisht pik. Po e di pse janë pik ato, se përshtatja është bë tamam shqip, e kupton, është bë me jo me gjuhën letrare standarde që njerëzit janë mësuar se nuk bën dot dhe humor me gjuhën standarde, kupton? Ç'do thuar se themi po pra me lale. Me lale se bën e përdora unë. Se s'ke ku me lale. Po çfarë desha me thonë drejt ma hoqë kamenja. E shef që është e vërtet që harrohet? Prit se më kujtu diçka mu shqyqyrë. Hajde ja drejtohu. Tek elementet. Amber. Kam bë Amber Lumen unë. Si e kam bërë emrin? Lumen. Yes. Nga është kjo? Nga kravija më duket dhe me këtë Lumen. Dhe më ka pëlqyer shumë si personazh. Impulsive, energjike. Kam rezervat e mia pse të ka pëlqyer ky personazh. Mos i thuj. Pastaj ose bëje katë. E kena zgjuar. Po, e di për çfarë ka pëlqyer më shumë përveç se ka atë luftën që do të kontrollojë emocionet e veta, ka atë luftën me veten, që është lufta më e madhe që kemi në njerëzit. Lufta me veten, për të njohur veten, për ta kuptuar. Ka dhe një gjë që ne brezëri e stresojmë veten shumë që nuk na kuptojnë. Ne kemi shumë përgjegjësi, jo vetëm për veten tonë. Ajo, siç e ka dhe Amberi, ka dhe tjetrën që përgjegjësinë si për veten, të kuptoj veten, po edhe për familjen. Ajo do të mbroj biznesin e familjes vet, të babait vet, do që ta ngrej sa më lart, i plotësoj ëndrat atyre, po ndërkohë të merret edhe me veten. Si mendon, është e realizueshme kjo gjë? Në real life implication. Është po, prandaj po stresohemi kaq shumë brezi jon, sepse ne përpiqemi shumë ti bëjmë të gjitha. Po, jo gjithë brezi. Tani varet edhe çfarë dëshirash edhe ëndrash kanë në familjet tona, se patjetër se varet si ke linda, e kuptoj se po që kiç kam lindur për shembull. Po, pra ne kështu ti. Jo, si ke lindur në aspektin që nëse ti ke lindur në një familje të pasur dhe si ke këto problemet për të mbietur. Po. Ti je jeton, jo mbieton. Thjesht deri në kolegj. Shoku, se s'po them lale. Ase po them unë për ty sot. E bone kështu tash i shoku. Fascizmi. E ke fascizmit, mona.
Po kjo për shembull se do të rri çikte elemente se edhe mua ka pas pëlqyer shumë si film. Kjo pjesa e diferencimit, domethënë ujë, zjarr, gjithë elementet. Po. Pse mendon se mund t'i ketë vendosur për shembull autori? Se jam kurioz për këtë gjë. Po se futemi çik në zjarrin, analizë. zjarrin edhe ujin, domethënë janë dy element kundër që nuk mund të rrinë bashk. E po ta shikosh edhe tek pjesa, dalë zemra një. Të keqen. Është shumë e bukur, unë të doja marr borxh. Të keqen. Të keqen non ty. Po ta shikosh edhe te filmi që këta kanë atë pëlqimin e djalit ujë dhe Amberit, vajzës zjarr. Kanë atë tërheqjen mes tyre dhe sa ndodha i afrimi ky avullon dhe kjo stepet. Po në fund dashuria vërtet triumfon. Dhe kështë ka dash të thot autori ndërmjet rjeshtave. Njëri u doj që tjetri u fik. Jo, dikush është pjesa më e bukur që më pëlqen realisht. Është momenti që shkojnë te kjo fallxhoria. Që ka këtë që duhet ndezi flakën, ta jeton duhet ndezi atë pishtarin, kunj aty. Dhe nëse ato tymrat bashkohen, atëherë you are meant to be with each other. Dhe e bukur është që Amberi e ndez direkte, ndërsa ky si do ta ndezi. Ka pa Amberin e mbështet aty në cep, fry barkun kështu, bë atë dritën dhe bë atë efektin e lupës. Po. Që djeg atë fitilin dhe ato dy thjesht bashkohen. Shumë që e bukur, po, dhe ajo shumë e bukur. Po edhe në fund, mesazhi, komunikimi është çelësi për zgjidhje çdo problem. Në këtë rast e përdori fizikisht, po s'ka problem, ka enough. Po. Edhe është një pjesë e fundit që më pëlqen mua ku ky avullon, po kjo ka atë monologun e ndier në fund që këtej që shpreh dashurinë, shpreh ndjenjat, dhe ai që preket se është emocional, preket dhe fillon loton dhe kështu nga uji, nga lotët formohet prap. Ku i ka shku menja me. Jo për zotin se e kisha harru këtë skenën, po reborn. U futi o vaj loj. 5 minuta. Da, që kishe, sa qade i qik. U kry. Jepi për asër, se më duket. Jo, këto merazhet e mija, për shumë me i bulma, ne i gjok, shumë. Kaq majmen unë në furë. Bulma. Kjo është e freskët fare. E shi mos e majt me Dragon Para sa vitesh e kam bo, kanë kaluar 3 vjet po. 3 vite po. 3 vjet po. 3 ka që ka dalë filmi. Jo, më rëse. Apo në shqiptare dhe morin pa dalë filmi. Apo flasim për bulmën të filmi apo bulmën të serialit? Ka bë bulmën të Gohanit të filmi. Po të filmi Gohanit. Ka 2 vite. Po mirë, okay, se na tromakse. Po se ka kalu kohë shumë shpejt tash se ka kalu dhe unë s'maj men, po e kam bo. E di që e kam bo. Duhet ndihesh e privilegjuar apo është ndjehem edhe me përgjegjësi madje, prandaj thjesht po e mbyll shkurt. E kam bo. Tash prit para se të kalojmë te bulma se jam u kujtuar pyetja që desha më bëu. Sipas opinionit tat. Për shembull një çift si Amberi me këtë qyrsin, qumështorin. Mos e thirra shumë. Na falni. Do thonte Amberi. Na falni juve neve. Amberi me karakter impulsiv, ultra pro max. Po. Dhe ky tipi kaq sensitiv, emotiv, se s'po di ti them vëlla. Polet e kundërta tërhiqen. Po, a mendon se duhet të jetë kështu çuni dhe kështu goca apo Anastas Qetlas? Tang dang. Vare. Jo, rri. Pyetje e bukur. Jam dakord. Po. Pse? Se komunikimi është çelësi i gjithçkaje. Më duket si dajaku në këtë rast, jo komunikimi. Shiko, ai s'donte. Mos gjuj. A kuptoj, jo, më nuk gjë. Kush s'donte më? Ai nuk donte të bënte kështu si njësh, se tha, nëse nuk luhet. Po ai si ishte njësh. Ai ishte me iden nuk luhet me zjarrin. Ri po gobet. Ja, ky është i poshtë. Ky është totalisht i poshtë. Po para ta s'flas. Si ta çeke, unë jam për atë lart. Se na kursen. Po mirë bulma. Bulma. Po si të bulma. Po dëgjoj. Tashi, ma sa mund ta mash mend, për shembull, ti Dragon Ballin e ke paku ke qenë kalemo? Nuk më men. Veta kesh pa, jo ta kesh bo. Ju them një gjë tani. Unë nuk kam pas një fëmijëri, domethënë, që kam parë filma vizatimore këtej andej. Kam qenë njëri shumë për familje, më kujtu Amberi tani prapë. Po. Dhe vjen merri një periudhë në jetën time që unë të merrem me dublime dhe aty ka filluar ajo duke shirijuar prapë fëmijërinë time, me thënë të drejtën. Dhe nuk kam parë
Gjatë kohës që jam marrë me dublime, edhe kam punuar për dublime dhe kam parë ato që duhet i shihja. Si ka mundësi? Jam Ka çuditshme, unë. Ka mundësi se kapte Top Channel. Avash, se nuk jeto... Si janë gjithë si puna jote më Se që nuk ka arë Britanin majtë Pas janë gjithë si puna jote, edhe unë si kam parë shumë. Më di arrit në katon. Edhe, s'ka antena tjetër të unë kam qenë më afër me Itali, me kapitale unë, mos u merr më pundi. Kam qenë buzdetit. Avash, si me pa qenë nga Durrësi. Aty afër. Jo aty afër se del keq. Mirë, okay. Unë them, ti bëjmë kaca e pjesës parë, vëlla. Ta mbyllim këtu? Ta mbyllim këtu i herë që të karikohemi, edhe... Pastaj filloj të flason. Është rradha jote. Jam dakord. Shifna në pjesën e dytë. Mbyllë ka sapo. Shadow Clone. Erdhëm tash, hongër mi kore buk shpejt e shpejt. Ku hongëm zotni? Ke ufa burgeri marrë të keqen, a I kishte e pru mashallah këtë radhe. Ne kishte pru. Mashallah. Keqen. Na ka zonë buka mo. Bravo. Rrër dreq. E ke pa Amber dhe Luan ti për shembull? Kam ba. Ato hiena ti mame? Po. Nuk është për të zgërrit. O, s'pak. Po bytëm budalli. Okej. Kthehemi çik tash te One Piece se me që na kthej dhe One Piece i loj tash. Unë nuk ktheva, a disa rahat që ka. Pra mo. Te Se One Piece. Me që na kthej dhe One Piece tash me datë 5, kupto? Keqen. Lali Uta. E thash Lali. Ule të shafën në të ftumin. Uta. Urdhra. Kur e ke dublu. Domethënë si është dublimi me këto filmat japonez, në krahasim me këto amerikanë po. Shumë I vështirë, sepse nëse te këto personazhet e tjera mund përdorim pak ato hilet tona, ndonjë gjë kështu që mund përdorim neve, ke këto nëse e bëjmë dalim ashiqare. Nëse thjesht e bëjmë kështu në mënyrë mekanike apo thjesht e kamuflojmë me këtë dhe nuk e kemi me emocion, është e dukshme, nuk të fal. Sidomos personazhi I Utës që ishte një personazh shumë kompleks, me një botë brendshme të trazuar, por që edhe personazhi kryesor mos gaboj se ju thash, ju kam thënë për memorien time, më korrigjoni lutem sidomos ti. Po, kamera, ku unë jam E kam pas shumë të vështirë, po edhe e kam shiju patjetër. Ai fillimi është sa të ngrohesh aty kur e nis. Sa të mori xhirot motorri, edhe. Pastaj s'di, mbaroi pse mbaroi, du të vazhdoj akoma. E diti pse tha që Uta është kështu shumë e vështirë si karakter? Ta thomi unë. Është binjak në horoskop. Aman! Sa fillon të qesh, ndro filloj qa pastaj. Se kishe pak Saturnin e retrograd I mas dite. Po edhe flokët I ka si Nutella, që ka kremi, kështu, gjithë bardh, gjithë kuqe. Vull të shi që është binjake, se gjysmën kuqe, gjysmën bardh. Mbruj nga e pjesa bardh mua aty. Mirë. I qik. Po mirë, ku qëndron vërtet vështirësia për shembull te këta japonezët me këta amerikanët, okay, thua shumë e vështirë. Po qa është ajo ndarja jote që e bën më të vështirë këto japonezët se sa amerikanët apo? Është kjo pra që thash, domethënë po e marrim këto që janë pak të vështira, po themi, por që del qartë asgjë që është bërë kot sa për të thënë. Te këto pastirmat, te këto edhe te përkthimi, po se harrosëm kujtu kështu me ADHD-ja ime. Përkthimi në shqip është gjithmonë e përkthen fix, po prap del aty te lip syncing që ka akoma për thënë dhe gjithmonë me këto filma, domethënë kam hasur që duhet shtoj. Se është gjithmonë ajo ti vërtet e ke tekstin dhe audion, po është akoma ajo që po flet edhe duhet ta plotësosh. Dhe kjo është e fillimi që ti duhet futesh, ta përqafosh ato si personazh, ta kuptosh mirë dhe pastaj mos merresh fare me tekstin që është përkthyer, ta bësh vetë. Ta ndjesh, ta shikosh edhe të shtosh aty se ç'a thot, apo qoftë edhe një frymarrje që e nxjerr, apo thjesht që ajo frymarrje nuk është kot. Këtë kam kuptuar, nuk e ka kot, e ka plot emocion. Komplet gjendje emocionale që na mësojnë në shkollë. Komplet gjendje emocionale. Po sa e vështirë është për ty për shembull të bësh kesh të trinomin, lexo, dëgjo edhe shiko. Në fillim ka qenë,
Pastaj më shumë kam qenë me vesh edhe me sy. Është hequr, se shishur di anglisht. Po. Po në herë të ngatarron ajo. Po patjetër që të ngatron, po atë kam thënë në fillim, kur sa nisi dublimin, aty në fillim sa të ngrohesh pak, sa ta kuptosh çfarë po bëhet, pastaj përfshihesh vetë. Është ajo që thash unë, po e cek prap në pjesa e parë, përfshihu, ndjeje, përjetoje dhe kaq. Shijoje. Po thuaj se gjitha rolet kështu i ke bërë apo jo? Nuk është se të ka qëlluar ndonjë që thjesht, okay. Që ta kemi bërë në mënyrë mekanike, po. Po del keq. Unë më kryesorja unë dua ta shijoj. Është vërtet. E dua. Dua të plotësohem atë lloj emocioni me personazhin, si në teatr, si në filme, role që kam bërë apo dhe në dublim që është janë më të bukura, prandaj janë të vështira. Po është më e vështirë nga të gjitha, domethënë ti që i ke provu të treja për shembull. Pra edhe teatrin dhe filmin dhe dublimin. Kush mendon se për ty ose kush mendon se ka qenë më e vështira nga këto 3 zhanera? Të gjitha kanë atë vështirësinë e vet, se nuk dua të bëj ndarje. Jo, nuk është puna për të bërë një ndarje, nuk them këtë do më shumë se aty e di shumë mirë që është pak e vështirë. Pavarësisht se unë prapë do them dublimi gjithmonë se aty më flesh shpirti. Por më vështirësi që po flas bësh një rol të kuruar në të 3 zhanerat. Unë do them teatri. Pse? Po se ti jeton me atë për një periudhë të gjatë. Për sa kohë jepet edhe është e vështirë që të bësh edhe shkëputjen. Ndërsa në dublime ke për sa ditë mund të zgjasë, ajo ndoshta mund ta mbyllësh brenda ditës, po është ndoshta ai emocioni apo një ndjesi që të ka lënë ai X dublim apo ai X personazh dhe e mbart me vete. Ndërkohë në teatr janë provat e tavolinës, procesin, mizansenimi, çdo shfaqje nuk është një lloj dhe ti e di shumë mirë ndryshon. Nga karakteri në karakter, nga partneri në partner. Përveç kësaj është edhe atmosfera, janë shumë komponentë të tjerë, prandaj unë zgjedh teatrin. Nga që s'ke po serial gjatë, se të bësh serial gjatë flasim bashkë. Vetëm mos bëjmë më pyetje se e bën negativ. Vazhdo. Sa e vështirë, rri se ja bëj pyetjen vetë. Unë do bëj pyetje, po do të them diçka. Shikoj. Unë s'mor vesh nga teatri, se s'jam as i fushës, as i lëndinës, se kupton. Okej. Por që ditë të vetëm diçka. Qofse ti do bëje minimalisht një rol, për shembull, po të marr One Piece-in, që është kjo që ke bëu utën po serialit, më besoj që do kërkoje që ta filloje dhe kur të marroj, po ta marroje deri në fund atë sepse është teatr vete. Patjetër. Për mendimin tim është shumë më lart se shumë gjëra që dalin në teatr. Po, jam dakord me ty, jam dakord. Shiko, teknikisht, më fal se po ndër prilllafe. Jo, thjesht do thoja këtë që më ka ndodhur, po nuk e mbaj mend, kur të nxjerrni këtë episodin shkruajeni aty fjalë kryqe, nuk e mbaj mend. Që pasi kam mbaruar një personazh, kam qenë me lot. Edhe kam kërkuar, a mund ta bëj edhe një herë, jo me idenë që se kam bërë mirë. Patjetër, kam pas dhe këtë ide, po doja ta përjetoja prapë. Kush ka qenë ky personazh? Po si ka qenë? E përshkruaj pak a shumë kështu si. Po zakonisht ka ndodhur me këto filmat, utën me japonezët. Kam bërë dhe Spy. Mos ke bë Spy Family pra. Po kam bërë dhe atë o zot. Nuk të falin këto filma, nuk të falin asnjë gabim që mund të bësh ti. Domethënë ka shumë diferencë kur ti dublon diçka anglisht dhe kartun, sepse këto futen më shumë te detajet e buzëve, te artikulacioni, e përshtasin shumë anglisht. Jo, nuk është e vërtetë. Shiko, po jo më dëgjoj, do ta sqaroj për shembull, te kartunsat, nuk është se keni problem për të bërë lip sync. Se ato thjesht hapet mbyllet. Dërsa tek serialet që janë personazhe me animacion 3D, sepse forma e buzëve i shkon për 7 fjalës që ai ka thënë. Nuk e ka thjesht hapje mbyllje siç e kanë kartunsat. Po kjo është lehet flasë si ligu, nuk lehet. Jo vërtet, unë po ta them nga eksperjenca ime. Gjua anglisht është latine, domethënë si gjuhë, domethënë një afrohet shumë gjuhës tonë, fjalët mund të jenë pak më të shkurtra, pak më të gjata nga fjalia, por nuk është se ndryshojnë komplet, domethënë nuk derivojnë komplet siç mund të jenë japonisht, s'kan lidhje fare, e kupton? Edhe japonezët e kanë gjuhën më shumë emocion se ç'mund ta transmetojmë edhe kjo ja shton më shumë shkallën e vështirësisë. Patjetër, kjo është shkalla më e lartë e vështirësisë, po është edhe kjo që ceka unë që po thonte edhe Arlini. Kështu që jemi të gjithë në rregull, kemi të gjithë të drejtë. Patjetër kjo. Edhe unë jam shumë i sigurt që ka qajt me utën dhe se vën dyshim para si rol tjetër se ta thashë unë se kam qajt. Edhe 2 si maron historia utës është
që e na lën shansi aty thotë lutem mos vet dorë mbi lufin. Jo se do e vrasësh dot, po zorru aty me ata. Dhe bukur është që shansin aty e ka bë i madhi Marini. Atë po. Marin Orhana se atë. E po ju Nice. se kam i pyetje kështu tash, se unë jam kështu, nga që s'mor vesh se jam i fushës, si Ignorant i futbollit. jam kurioz, më kur bëni këto dublime, ta piqeni me njëri tjetrin aty? Jo. Jo. Po tash unë ndoshta do ndoshta do na ndihmonte më shumë, po jo, secili ka Shumë më pjesën e vet mbaron atë patjetër. Prandaj po them unë që ka këto. Ai shikoni para këto, do të thënë para Jo, pra, as provas nuk shikojmë asgjë, thjesht unë, prandaj e ceka edhe një herë dhe po e përsëris prap, që fillimi sa të ngrohesh, e shikon për herë të parë, të kuptosh personazhin, aty është fillimi sa të ngrohesh, pastaj përfshihesh edhe e bën. E di si ka Prandaj qenë është kjo dikur, gjëja. kur bënin dublimet dikur, Bënim prova, po. qamet prova. Për të rinj, kur ishin të vegjël, se unë kam qenë i vogël shumë atëherë, bëj gjithmonë me një mentor, pra një dublues profesionist, të rinte aty me ty, përpos se regjizori ishte nga ana tjetër që gjithkohës dirigjonte, ti bëje dialogun aty përballë. Nice. Pra ishin 2 mikrofonat, 2 karrige që se dohet të rria ullë, bëje dialogun direkt aty. Po para kësaj bëj puna tavolinës, si që bëjmë neve në teatr, pra mësohet teksti, për qa bën fjalë, personazhet, analizat dhe gjitha me radhë. Na thujtë cila pjesë ka rrejse është dhe një prilli sot që po bëhet e rek. Apo ishin gjitha të vërteta. Jo, të gjitha të vërteta. Okej. Po flas për kohën e dikursh. Okej, na thuj kur të gënjesh pastaj. Okej. E lem për në fund? Jam pagu qamet tani. E bukur. Po pra. Komplet 2 shtëpia pastaj ne këtë dublime. Çu lodër. Po. Atë ka kap lirat herë. Dhe ka qenë tjetër ndjesi. Po. Ndërsa tashi e shikoj që vërtet është bërë thjesht rifut. Ne kemi ridiskutuar pothuajse çdo episod kur kemi pas ftuar dhe problemi është që këtu në Shqipëri për shembull e para, do e them tash se më. Thuaj pra mos. Edhe rrem një prilli. Këtu herë para punës i vjedhin këto filmat dhe si japin fare prioritet aktorit që morin dhe Dikur po, tani jo më. Nuk e dim. Jo ta them unë që sepse çfarë do seriali apo filmi që transmetohet, nuk ke shanse sepse është politika editoriale që nuk ta Ore, lejon. dakor, e kanë vjedh dikur, çfarë rëndësie ka? Dikur moja ka lut fen. Tashi po bëjnë shumë pak në krahasim me ç'kan bëu atëherë. Domethënë është po them 1% e çfarë është dubluar përpara, se janë dublu 5000 episode që ti numëroj unë nëse do. Minimalisht episode, është po them film. Po. Sot i bën dot 500 bashkë ja. Me rast. Domethënë prioriteti që jepet unë në Shqipëri në krahasim me ç'i jepet jashtë, që mos ta çojmë shumë larg jashtë, por gjitha ne këtu afër, është, ku dijon, shumë tallës, do thoya, që mund ta themi tallës, se një aktor jashtë për shembull, në momentin që i Ta ofron kam thon vlla vetë sa jam pagu ku kam punu me Disney. Momentin që i ofrojnë një rol të caktuar, për shembull, nëse ti do ishe jashtë shtetit, në Shqipëri, dhe do bëje rolin e utës që praktikisht është roli kryesor i 7.000 deri në 12.000 dollarë. Sa? 7 deri në 12.000. Jo, se është personazh. E disa e ka bëu ajo dublusja angleze e tyre ishujve, qenë sa ishuj në nga Amerika, vëlla, për që flasin anglisht. $35,000. Po, është profesioniste. Do më thënë, jo, mos, më na futu sherr me një. Se isha unë negativi para 5 minutash. Dëgjoj këtu. Aty paguhesh në bazë, po flas si funksionon Disney, nuk e di, në bazë të eksperiencës që ti ke. Okej. Pra, në momentin që ajo personi është pagu $35,000 apo €35,000 për filmin, për filmin 30 minuta dublim plus minus. Po pra, para prakisht ka një 25 filma në repertor. Okej. Dhe ajo nuk e bën, për shembull, unë nuk besoj se ti i bën gjitha one shot. Bie fjala. Po në rek. Varet. Por që jo, okay. Jo, domethënë ato këtë kanë profesionaliteti që ato i bëjnë shumicën e kohës one shot, miku. Unë i kam pa. Po a bëjnë prova këta? Patjetër, prandaj bëhet kjo lloj gjëje. Dalin të lafi, po pra,
Shiko, ja, do rastin konkret. Të dy ato karakteret që bëjnë Gokun dhe Vegjitën, ato janë shumë të famshëm, ndër më të famshme. Kapito. Ato paguajnë, domethënë edhe kur shka Dragon Ball paguajnë 1.5 milion vit. Po sepse kanë përqindje. Përveç Kontrata bëhet në përqindjeve, përqindje. këto kanë standarde valla që t'jetosh. Përfundimi është që vlerësohen shumë më shumë edhe këtu. Shoku, hajde mësojmë italisht edhe ikim në Itali. Shiko, këta vlerësohen më Tu e shumë la edhe stoffa per se compere shumica e grandi, aktorëve bre. që shkojnë dhe aktrojnë një film. Po nuk po flas ta të Hollywoodit se këta kanë shit shpirtin. Do merret Dwayne Johnsoni me 500.000 lekë Po për ka dublim. dublu dhe Dwayne Johnsonin. Po ka dublu te Mauri. Po. Ka bëu atë tipin Po e pra, muskuloz. po e ka bëu edhe është paguajt shumë mirë. Po se është Dwayne Johnson, miku im. Ne vërtet jemi qeros, po s'kemi trup. As tatuazhe këtej nga skjetlla. Urdhro. Unë kam vetëm anijen, po pres me pjesën tjetër. Ai se sperancën e ka mulele. S'ka fare. Haj. Po. Shejtoni na ka shty me i bok dhe gjona. Jo unë shkova me kom të mirë për vete. I ke drejqani. Mu më kapi ai edhe hajtë kom shok, tha. Mirë, nuk bëhet emisioni për ty sot, na lera Po atë. për ne thash s'do flas. Tashi. Fol. Qa horre është. Okej. Tham pak a shumë me këtë One Piece-in, po me këtë Migration. Cila është vështirësia e radhës? Jo. E mirë, okej. Sa i keq. Është i poshtë, më është i hidhët, është shumë i hidhët. Po pse je negativ sot? Qeros drejt. Si? Ta hoqja kapelin. Unë ka Ja, dalë. e bukur është i thonë, ka çorrel sot. Ishte pak raciste, sorry. E di që ka dalë ligji, po qytet Qeros është nga E film di, seksual. O, inshallah përqohet në ky drejtori, qa kryeministri janë se ky për vete. E kupton edhe për veten e vet. E nese, ja Nëse, them po, kur po, të po, mbarojmë po, këtë. po, te Gweni, te shtektimi, po. Te shtektimi. Cila ka qenë vështirësia? Jo. Sa të vështirë Sa e bukur. sa të vështirë kishe ti përshtatesh originalit. Se i afru qamet shumë. Nuk e kisha shumë. I e lezonjare vetë, i mra fika mu. S'doja ta tregoja këtë, po ti e di që ne nga njerë. Për të afruar të personazhi, shikojmë ca gjëra çaj kemi të përbashkëta, pastaj gjejmë rrugën edhe bëjmë personazhin tamam. Kam parë ca gjëra, do të thënë që i kam këto kështu. Ja. Pa. Edhe Atë ta kanë gjetë fikse, mund tjetë ndoshta nga gjithë personazhet që unë bëj mend. Pak më i vështirë se të tjerë. Jo, më i thjeshti që mund të kesh bërë. Se është shumë natyre jote, është shumë e ciltën, shumë sa qef, më një. shumë qef, tironce, për pak. Se ndërkohë me gjërat e tjera që kam bërë, kam lënë përshtypjen shumë kështu impulsive, shumë me nerva gjatë gjithë kohës. Jo, nuk jam ashtu. Kur Por si? që okej, kam një kombinim mes të dyjave ekstremiteteve. Binjake? Jo, akrep, po whatever. Hel, berem, Jo, jam shumë soft se jam akrep tetori. Anyway, mirë. sa hapi Ka muhabet. diferenca. Po, ka. Mos hapi muhabet horoskopi se s'është e marr vesh shumë, thjesht kaq di. E përshtasim horoskopin me animet. Okej. Është bërë shumë viral. Është bërë shumë viral. Do të një skenë, disa Po, skenë. kjo e përqafimit. Kjo herë është Ua, është ai në fund, skena e fundit kur mbaron filmi. M'fal, koleg, koleg. Ka sa po katë këtë pjesën. Ishte padashi. jemi shumë afër. Lërën e bët virale, lërën, mos e bëni kat. Jo të na shohin në shtëpisë. A mund të keqen. Është ajo skena në fund që do të marrë atë krokodilin në shtëpi. Si ka? A mund ta Mami, a mund ta marr me vete? Jo, nuk mundemi. Edhe ai që është, jo. Si e ka toothpick diçka tjetër si thon. Mami, a mund ta marr tuftiku me vete? Po toothpick. Do, po tuftiku do që të vi. Ai krokodili është lutem jo. Ai krokodili si puna ime sot. Jo, mungoj fjongu këtu roz. Po, ka një fjonë roz, po. Po ju kam bëj një super kombinim, se ka qenë re aty, ke qenë dhe ti. Rei ka botë rosakun, atë zezek. Atë gjyshin. Po. A ka rejtë fshatë këtej më re. O, zot, ai Lejnë është. duket ka bërë edhe atë tek Leo. Leo. Leo në ka bo ai ardhu. Leo. Po ç'a të bona? Po.
Është i papar, e përshëndesim. Po, Se ka rej, emrin Breshka. presim, ë? Si ka emrin Breshka? Lefter. Iga Leftera. Leftera, më për zotin, në jesë miku i jetëm Po qartë. ti çfarë i bëre këtyre Sot fëmijëve që jeni po të marrin se për si. ditë? Ti pas ke një celular? Kush o kjas 2 në njoni këtu? E sa vjetë që mund të shik? Bora fundër, Si da, unë ti me mbledh me pjestumër se klas 5 kom qenë. Kush ka taj lepri? E kapin atë lepri i bëjnë cirë pastaj. Po ti nuk thash faliminderi. Nice. E se po më vetëm këto. O, në birë E shijova dhe këto dhe kur dalë s'do ta mbaj mend. Ore, unë kam dalë përfundimi që këtyne të dublimeve, jo ti domethënë. Këtyne i bën një kështu, e ke parasysh të Men in Black që kanë atë proof? Po. Për çështje konfidencialiteti, se ka ajo që mos dalin jashtë informacionet. Jo, Po nuk ka ardhi rob që thot, sa jam kënaqsh me filonin, e kam bërë këtë rolin. Marini, thash, jo, ma Përveç pa. Marinit Ua, edhe po kush tha Gendi që se kam shiju edhe unë? Jo për shiu, jo, po që ta mbash mend kë ke dubluar. Ua, si ma bët kështu. Deçka dhe Marini kanë qenë vetëm. E, kujdes një sekond, se Deçka i ka parë për kënaqësinë e shpirtit vet mrapa. Edhe Ore, i para. përshëndesim se i kemi Të kolegë dhe gjithë, janë të gjithë, fantastik, shumë talentuar. Dhe na e kanë bo shpirtin, nuk e di, fush me lule. Lëndim. Lëndimëse. Lëndisa e përmende. Na kanë kënaq. Na Se thonë kanë pastaj nuk kënaq. dini me fol gjuhë letrare, e kupton? Mirë, mirë, okay. Kalojmë tani tek një nga karakteret më të bukura dhe më se, ha. New Generation. Sepse ndrove pllakën nga negativi Sheni, bukur. po, Sheni. Sheni te Kung Fu Panda, Dhelpra. Lejlpra. Lhelpra. E kam bërë edhe atë. Ajo Bërë edhe është, atë. nuk e di. Aty Ajo është prap edhe nuk Ua, Ka si qenë e ishte vështirë, edhe ha? luhatjet. Po, sa ti kapi, e vështirë, po jam kënaqur shumë, se ky do që patjetër që po tek gjitha personazhet. Po, pra, sa ti kapi atë luhati që i kishte, ato të kur do për shembull që të bindi Pandën. pandën që unë vetëm unë të çoj tek Dhe kameleon. kameleonja, ha? Kameleon. Ha. Tani pyetja ime është, kur e japin këto rolet për shembull, që shikoj se ti do vish dublosh, se nuk është se ju kapin rrugë fap bam aty, hajde se do dublosh. A shumë Domethënë, ai hakur ishte ti shikoni para. Atëherë edhe një herë të ta them. Na thoj. Të vjen mesazhi, Xhana, je nesër për dublime? Jo, i thotë. Apo Po i them, sepse i Ka dua. lek. Jo, thjesht kaq funksionon. Po. Ke këtë vjen edhe thua kemi për të bërë këtë, edhe aty një feshper të parë me rolin, personazhin, filmin, serialin që do bësh. nuk ju lën kohë që to filmi. Po nuk të lëm, pra unë të thash dhe në fillim që pyetja e parë që kam bërë ditën e parë të dublimeve ka qenë, falas do bëj provën, po më prit pak ta lexoj një herë këtë. Doja të lexoja fjalitë para që të përgatitesha. Po, Nuk se duhet të funksionon kapësh kështu. atë gjëra. Paktën me mua jo. Doja ta provoja këtë që Realisht po theti vjen që është bërë shumë më keq përpara për që gjithë të rinj që ulesh- se kanë provuar të pjesë. Ulesh i bën prova dhe patjetër që edhe performanca do dalin më e bukur. Prit se unë do bëhem gati se kam i fjalim. E more para fjalim, e more përgjigjen si Po, funksionon? do ja kthem me fjalin ti studio e dublimit, si e ka ai të Nuk e tekën. di. Kudo që ti jesh, se mërë në Tiranës je, do të gjejmë dhe do të bëjmë ndryshosh mënyrën e të punuar. Metodologjinë. S'kam fajt shkreta të bërë. S'kam Kanë fajt. Jo, nuk kanë fajt, nuk kanë kohë, jo nuk kanë fajt. Dgjoj, unë shkova vetë për dublime tash së fundmi dhe më thanë, Arlin, të lutem se unë jam mollë e zezë. Kupton, jo mace e zezë, po mollë e zezë. Se nuk i bëj dublimet asnjëherë, i them, po që se e ke bër fast food vlla, mbyllë telefonin mos merr fare. Po do me bëna gjë, tamam për qef, ta që nisim, hajde punojmë ulemi. Po a nuk do të thënë, si E di si është miku im? Falë. Shumë e bukur, po. Unë mendoj, Pra ne do të vim larg ne. Zing falësh. Unë mendoj që kjo vjen edhe nga, ku di unë, nga mungesa e njohurive të këtyre që marrin një... Jo, zemra çdo gjë është hyrë në biznes tani. Eksakt. Se s'dua të bëhem Jo, bo. Dhe më dëgjoj. Po, se këto është pa censur, Po jo, jepi. çdo gjë është bërë kështu tani, biznes. Po pra biznes, po nëse ti nuk i servir dikujt diçka të bukur, do dali dikush tjetër që e ka pakët gjën e ka informacionin dhe të servir diçka më të bukur dhe me një çmim më të lirë se ne s'kemi. Jo, nuk Arlin, është puna. fliti pak të Jo, do të lutem, flas unë tash. se do dali personazhi i embërit tani në pa, do acarohet. E gaditi une. Shiko si reagon. Shoku im, i dashur komunist. E, Një gjokë.
Sot nuk kanë faja studiet e dublimit, sepse paguhen shumë pak dhe televizionet i kërkojnë shumë shpejt. Ai e merr nga distributori që mund të jetë në Francë, pavarësisht se filmi është nga Japonia. Nga Kyoto e Japonisë, ai e merr në Francë dhe aty në televizion do ta transmetojë. E mori partia do ta transmetojë pas javë. 3 sezone. Po. Pra ku do ke shkoti të ulesh? Po si u burr do i nxjerrë 3 sezone për javë, po të mërë, shiko, unë po shikoja pak. Po e di që është absurditet. Po kjo ndodh. Po shikoja pak Jujutsun që kanë dublu tash. Më shkruajti edhe një nga çunat te faqja, që kishte bën një nga ato rolet aty që për mendimin tim duke qenë se e kanë pa japonisht, anglisht, e kuptoj, shqip ishte shumë. Po gjithmonë kështu ndodh, po. Dikon sepse dalin prapë te tema që nuk kanë shpirt shumica, sepse o dha ta themi troçur, por nuk paguhen më burr. E di se është kjo punë. Nuk paguhen. E di se është kjo punë, po e kthe pak nga fusha ime. Do të thënë ti ke një semestër për të studiu. E kupton, nuk shko fare dhe shkon ditën e provimit dhe do më marr provimin. Jo, e di si është kjo, po ta marr me analogjitate, jo, shiko pak. Ti të studiosh, startosh trut, edhe në fund ditës ta dish që pedagogu do të japë vetëm 5 aq që do qefi. Super. Super, a? Ti ka bërë paktën. Po pra, po sa të vije ty që ke thartu trut gjithë vitin? Po se ka rishikim fletore, pastaj çfarë është ajo tezë? Pirxhë. Ashtu. Se na bë kot tash. Na caron kot. Po s'ka sens. Po e di, ore, sa gjona s'kan sens tu në Shqipëri? Ore, e kupton ti duhet bësh një karakter, dormiku, duhet sjellësh një personazh në jetë që ty të pëlqejë, fëmijës ta ti pëlqejë nesër. Ta shofit ngullet si qullimi ne, ku shofin vinin, Gjoj, Lencin, tjetri se s'pe i marrë gjithë me radhë. Mirë. Që thu, o vlla, ky është morbur. Ky është Vegeta, ky është personazhi Gokut, kjo është Uta, kupton? Jam të gjithë aty dhe thu, ky është. Po e kanë fare. Po nuk e bë dot kur paguhesh 25.000 lekë për 2 orë. Se mi iku truni! Se te studi tjetër ka qenë duhe zërit, na vjen kom shik për ta ngjojmë dhe nga derra tani. Imagjino ti pa, po mos i shaj kom shik, imagjino ti jam të pa tash Lufin, ose Naruto, se është ora. Ta shohin veç ato. Përveç pagesës është edhe kjo e provave. Pra kur ti gjen teksti për herë të parë është ajo lufta që prit një herë ta njoh. Atë do të thënë kjo është problematika që po them unë. Nuk kishte ndorën time patjetër që unë do doja ta përjetoja atë ndjesë. Edhe ti e ke më të lehtë ta bosh pastaj, edhe puna del më e mirë. Del më e mirë, normal. O shokoj me, disa paguhet një film ta marrësh, po marr një sezon të Jujutsu Kaisen. Ta blesh nga distributori të shkon 15.000 euro. Shumë bukur. Shumë bukur, vetëm për ta blerë dhe drejtën e transmetimit. Televizioni e ka ble 15.000 euro. Shumë bukur. Ai tash do t'i qisi 45 këtej mrapa. Ti nxjerri. Si do t'i nxjerri? Ti nxjerrë alla si doj. E po, ja rast si tipi që do bëj dublimet, ti që të shkru i shkrejtë në telefon, o Gjojo, Arlin, o Aurel, do vinë për dublime nesër? Jo, e di si funksionon kjo punë. Se aq buxhet i japin ormik. I japin 5.000 euro maksimumi. Kjo është hierarki, se po bëjmë debat tash që un po jam shumë i qetë dhe ti po nxefesh kot, unë jam i fushës për ne. Se më vije, jo, rregulltohen për këtë realisht. Ore, unë e kuptoj shumë mirë se ne diskutojmë për ditë për këtë gjë dhe kemi dëgju pagesa qesharake 10.000 lekë. Ha, pra. Dhe 10.000 lekë ti merr aty, delta ajo kafe që është 1, thotë e kam çuar 1.200 sot vllajse. Ka kaluar ora 1, e kam fik ekspresin 112. Po nëse pa rëndësi ka kjo. Ideja është tu burr. Unë që kam edhe gurin edhe arrën dorë, a kështu shprehje? Po. Tani unë si dublues, domethënë ajo studio dublimit, unë shkoj ta gjej filmin dhe i shkoj këtij te televizioni i them valla, ty duhet kjo filmi se u bë bajat, ke nxjerr Lupeni nga 2001 deri 2029. Nuk më duhet thot. Mirupafshim. Po pra, si zgjidhet kjo gjë, si mund zgjidhem shumë problemet shqiptarëve të këtij populli derr që është. Është emision tjetër. Nuk e di, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, sepse siç ndodh me çdo lloj zanati, aktor, saldator, montazhier, drejtë bir, pompist, me që e ke merak shumë këtë profesion. Hidraulik. Do rish mirë apo do ta fush mendimin do ta harroj. Për zotin. Si ka mundësi që ne të gjithë nuk e bëjmë bojkot mormik? Boje mor bojkot. Për ju për boje i sekond. Po pra sepse janë këta lloj derrash, këta lloj se s'du më thoni llaf tash se e shohin edhe kalamojt këtë emision, kështu që nuk kam qejf për donej llaf. Po e di se çfarë du ti them. E di se çfarë du ti them. Ata njerëz
që shkojnë dhe prishin tregun. Po kështu Shkojnë prishin tregun. Kjo është shkreta, unë i shkreti, ne të shkretët që mundohemi, O vlla, po kështu japim shpirtin aty, funksionon në paguash momentin- 25.000 lekë për 2 orë, për 2 orë një profesionist të myll gjithë sezonin. Kloket. Kështu funksionon në burtu në Shqipëri. Jo, pa jo, se e kena bo ne, miku im, e Po, kena vetë bo ke ne. po, jo ne, e kanë bë. Ne, raca, Ne. e tëmut Po që jemi, e di cili se është. po bëj kështu tash. Ore, di cili është problemi. Nuk flas po. Mos në folju për se flas unë tash se qetëso. A do Po me këtë qetësim do ta acarosh prap. Po Për çfarë zotin. gjë Kjo qetësi e ti. Po ç'a po thoje? Unë mendoj që nuk vlerësohet, domethënë studio dublimit e para punës sepse është monopol. Sa studio dublimi ke në Shqipëri për moment? 4. Të mëdha. Jo studio Katër, dublimi. Vetëm një. Po. Studio dublimi jemi 2 janë nga dy. të vjetrat që kanë bjetu, që bëjnë dublim Erlin, kështu tek tu. unë nuk kam pikë eksperiencë. Ha. E kuptoj, e di që po të shkoja 2 javë në YouTube që ti mësoj gjithë ato tutorial ose Nuk i mëson. duroj se kanë të herë drejt. Po ja, nuk duroj hiç, se di unë procesin. Unë bëj kurse për këtë punë. Bëj kurse dublimi, voice over, ti më thumu. Po reklam pa lek. Po. Nëse. Se të mos e bëj. Po ta po. Shiko, jo më, unë për shembull jam shumë tip që i mësoj gjona të vetë, e kuptoj se kam kërkoj. Nuk do bëhem ekspert si puna jote, si puna. Jo, më mund bësh dhe më mirë, nuk ka Po, rëndësi. ore, Gjanës. varet Gjanës, fal. Unë jam keq me emrat. S'ka gjë, shikon që edhe ti harron? Nuk harroj, thjesht i mbaj mend, si Po, fusare në kokë. Nuk është sinonim, pikërisht. Po? Do të thënë, unë nuk bëhem ekspert, po e di që po ta marr një episod, unë e kam pa edhe di ta studioj dhe do e nxjerrë të zërin, do përpiqem dali shumë herë më mirë se Një di pas personazh, tjetër, pa. një Patjetër, personazh. Edhe disa personazhe mundësisht. Po, Meshkull, bëhet. se femra si bëj. Nëse bën një kryesor, tjerë do t'i bësh plotësues. Po, Patjetër. është e pa tani mundur duke ti. qenë se edhe unë mund ta hapi studio dublimi këtu me ty, a kupton? S'kemi lek. Po, Po, do e lëm zërin. këtë ku do, Ah, po? mirë. E kuptoj, edhe dal aty dhe i them ti valla, sa ta jep ky modi dublimin ty? Thotë jep 500 euro për episod. Ta e vllai për 100. E kuptoj? Edhe ky është problemi që është prish kjo gjëja. Patjetër pra. Sepse nga monopol u bë pol Po pra edhe këtë po ngeli thonte monopol edhe këtu. Arlini, që Edhe kemi në prish momentin ne. që nuk ka një kontroll, Po. në momentin që nuk ka një kontroll dhe aktorët, domethënë dubluesit në stadi që kanë shku, thjesht për faktin se kanë nevojë për lekë, sa do pak të jenë ato lekë. Jo, jo, e di si është puna të themi llaf tash. Realisht që kam bërë një herë me një pedagog timin në akademi për këtë arsye. Ka pasur histori e arti. Qartë? Është një në mosh. Po. Na ka thënë tekstualisht dhe unë nuk e kam në jetën time në herë vetëm më të fymë sa të ditë me atë lloj batute. Çfarë tha? Tha tekstualisht, ju e keni fajin që ky vend është në këtë lloj gjendje që është. Dhe të betohem Arlini, të kisha, domethënë, nuk e di dohet ta ngrija peshat njeri nga nervat në atë moment, aq i errësum isha. Po, Arlin, Sa ti thosha, po që mirë pa- mor zotri. Po pra po. E gjetëm kështu, na pollët ju neve, jo neve juve. Po qetësohuni dhe Nuk jam me nerva. Thjesht kam tonalitetin e lartë. Tregohet me qetësi. Në momentin që dikush ka një opinion për ty, nuk është se të tregon se ç'a tipi je ti, i thuat ti si mendon ti kështu, po faleminderit. Double back. Jam shumë dakord me ty mor mik. Qetësia të vret më shumë se sa të agitohesh, se i thot po ja dola valla. Më fal, ky popull jon ka një 30 vjet që Ora rriu. ky populli jon është E pra, se fjurë rëvëtove dhe qëndroj i qet, i lumtur, e kupto, si tha Kadri Roshi, edhe i pangrën të jesh biri im, duku i ngrën para armikut. Po më bargu Edhe prap i bozor. mërzitur me jesh Arlin edhe me nerva, duku i qeshur. I qeshur, ja. Nese, ajo. mos e kalum shumë. Por që ta zbukurojmë pak. Po, jepi, vazhdo. Se folëm për këtë rosën që është bëm meme virale, ju gjithë që vjedhni këto reelsat për TikTok e Instagram, no, lale ku e keni. Vjedhni sot sa doni, se ja keni çu dorë. Mos i pso kështu se Po sa ti se mund ti fus copyrightin gjithë dhe ti. Di sa më kënaq mua. Janë ca tipa që e morën që dalin me të dy këtu dhe i ftumi, Joana në këtë rast. Po. E kupton? Edhe thon aty pastaj të faqja vet copyright-at e filonit. Po nuk e kuptoj këtë muhabet, po nese. Unë 26 katën kom këtu. Thot mu copyright nga krevati, divani. E kishte momentin që ta caroj. Me qetësi kolegi dashur, me qetësi. Jo, unë po, se më rritet tension më bërë. E marr vesh. Shiko, bëm një debat shumë bukur. Konstruktiv. Pavarësisht se unë po ju dëgjoja. Jo, e kam sinqerisht. A je zgënjur ti nga pagesat që bëj për dublimet? Po jo. Është folur mjaftueshëm patjetër që po. Për punën që të bëni. Kjo është më ajo që të vjen më rëndë. Ore, se e tjetër para, sa unë thjesht mendoj që po ty tallesh. s'len ta bësh punën tamam mirë si dublues. Po, kjo po është. Sakufizojnë. Thon hajde boje hik.
Po që këtu nis. Kam studiu 15 vite ose ti thosh doktorë ma bë gjilpone vllalet vdesun. Jo. Nuk Nuk e kam fajin, prandaj po e ritheksoj. Nuk e kam fajin. Po flas disa studie dublimi që janë të vogla, nuk e kam fajin ata që kanë, ata janë nën kontraktor. Po. Por jam dakord, po merr vëlla Fajin e ka i derrja në sipër. Po pra, po merr kohën që duhet. Po ku ta Por gjej? të duhen 2 javë, merr 10 Po ditë jo, pra nuk pak. funksionon kështu. Nuk funksionon. Ja, parimisht. Supozohet funksionon kështu. Parimisht ke të drejtë. Po nuk funksionon kështu pra, se po i kthemi prap këtij muhabeti. Këtë po diskutojmë që të ndryshoj. Ke një listë filmash që duhet transmetohen te X program dhe duhen kryer, duhen dërguar. Dhe aq aktor sa mund të ketë aty nuk i ke gjithë për shembull që të bëhen për këtë javë me dublu çdo ditë të rresht. Dhe bëhet puna, bëhet kalendari. Sot më vjen Joana, okay, do punoj me Joanën 2 orë. Arlinis më vjen nesër, Aurelis më vjen nesër. Atëherë do ta marr Joanën ta plotësoj te këto filmat apo serialet e tjera, të më bëj këto personazhet e tjerë. Pra janë shumë gjëra që të kufizojnë. Dhe nuk duhet nxjerr fajtor apo jo, s'dua të merrem fare me këtë gjë, thjesht kështu funksionon. No, ma lej mos e i bi unë tyre. Unë shiko, e di çam shqetëson mos dublimet, se nuk po flasim vetëm për Naruto e këto që janë. S'ka lidhje me dublimet flasim për përgjithësi. Nuk po flasim për këto që janë plus 15 që duhet të jesh minimalisht adoleshent që ti kuptosh që për çfarë po flasim. Po ka dublime që janë për fëmijë 1, 2, 3, 5 vjeç, e kupton? Edhe disa sensitive është kjo si gjë sepse ti zëri jot po rrit një brez, edhe për fat të dikujt tjetër ti nuk je fiks ai që ti do të jesh ajo gjëja, e kupton? Nuk të lën të bësh punën tate. Patjetër pra po. Edhe ky është problemi që po them unë. Tani amore më po, le ta bëj punën si duhet. Po kjo pra është se ne e marrim dhe jemi ekspertë e punës që Dalim, marrim. kjo ishte vështirësia, prandaj çdo pyetje Arlina ka pas sa të vështirë ke pas. Se përpos se të bësh një personazh, ta bësh personazhin të duhur, duhet ta bësh në një trysni, në një presion kohe sa më të shpejt. Kjo është e gjithë. Thjesht nuk po e thosha shablon miku im. Po, edhe dikush është problemi. Se doja të shkoja në këtë statement. Ore, problemi është që ty nuk t'i japin. Pos të laj, ma të qetësi. Të laj ligu. Përpara mos mbajmë. Problemi është që ty nuk t'i japin kohën mjaftueshëm që ta bësh dublimin. Edhe në momentin që diçka del keq, prap gishtin ta drejtojnë ty e ke fajin ti të thonë. Po, do vesh ta rregullosh. Edhe ti si aktor, si dublues, si gjitha shkollë që ti ke bërë për të arritur aty ku ke arrit, bie gjithë kjo për faktin sepse del dikush që s'ka shkollë fare, po thjesht ka pas disa lekë dhe ka hapi studi dublimi. Po mirë, okay. Shiko pak. A nuk është e dhimbshme se me këtë do ta mbyll, nuk flas më për këtë temë, ndaç që mbyllim dhe emisionin po do. Jo, ka problem. Na, se do të zgjorim prap. Do ta mbyllim kështu me Si ka mundësi që ty çdo i ftuar që të ka ardhur, po flas nga gjenerata e vjetër, të ka thënë tekstualisht, unë sot nuk merrem më me dublime. Ama të gjithë ne, si ne që jemi këtu, ne të dy që kemi kaluar të gjithë, si ata që na kanë pa ne nga krau tjetër, e kanë vënë re atë dëshirë, atë nostalgji, atë lloj dashurie për punën e dublimit. Po, pasion. Dhe si është më të thot ai njeriu që e ka pas gjë jetësore, o vlla kalojsh nga 12 orë në studio por mik. Problemi është këtu. Është e dhimbshme. Nuk të shpërblehet minimalisht për punën që bën, jo të të paguhet ti jesh i kënaqur. Po nuk po e kërkoj pra atë, po kjo është ideja që po të them, sa e dhimbshme. O vlla, po ku Shqipëri ka shkuar në atë lloj stadi që dha Hajduti është bë me lën punën. Për zotin se nuk po fiton sa duhet. E kuptoj, jo ti që punon, po dhe ai që e gjen aty e merr dhe hike thotë, "A s'ka mjaftuar varet ai hike." E kuptoj, edhe këta që vjedhin, ta kushdo që janë, pa ofenduar sinjonin se Zanot ka vështirësi dhe vetë edhe ai. Çfarë thua valla? Kështu që ka shkuar në këtë lloj stadi, ne si ta zbukurojmë pak. Po. Jepi. Përveç pjesëve që tha Arlinit mërzitshme të vështira këto janë, a do vazhdosh të dublosh nëse për shembull, imagjinoj për një moment mbyllim sy dhe një situatë ideale që vjen dikush me një studio dublimi, siç supozohet funksionoi jashtë, që vjen një supozojmë anë më të bukurën, patjetër që po, unë po them, aq shumë e dua, aq shumë thotë unë ti do bësh vetëm këtë për 5 vite të ardhshme. Patjetër. Unë po them që edhe në këtë situatë, nëse do bëhet një film që unë e dua, një personazh që unë e dua, qoftë edhe pa pagesë do ta bëj sepse më pëlqen. Po nuk për sa kohë po lidhim prap me temën, për sa kohë vazhdon kjo gjë, nuk po them që do ta bëja gjithë jetën apo do ta vazhdoj për gjithë vite, po më pëlqen, e dua, më shijon edhe pse jo është ajo ideja që brezat që do vinë do rriten me zërin tim apo me personazhin që unë kam dubluar.
kjo më mban. Nuk më s'dua ta përfshi fare punën e pagesës sepse është e Është sikletshme diçka- si gjë. Është Nuk është thelbësore, pra kjo punë nuk bëhet dot pa qefi, kjo është pak duket poezi. Kjo më na herë kam- se do e kthej më kam prapë te kjo, bajt do e mua, kthej prapë te t'paktën. kjo pjesa negative, se tha për pasionin që kanë tha do e bëja edhe pa lek. Kur t'japin ato lekët, se ju i dini se ju japin, më shumë duket sikur po të ofendojnë se sa po të pagujnë. Do të më E mirë ti diti që unë njerë ja kam ngrisë në sy. Të Çikrise, betohem. a ishin letra? Jo, kanë qenë diku, kam bo lekë është e Tash ti fundit. dha kështu Ka bëj një hekra. serial, ishte cartoons, nuk e maj mend këtu e vitet shkume. Ka qenë 4 sezone. Më thanë duhet të mbyllim, tha për një javë, tha mond der mond. Kam kaluar lini 16 orë në studio. Po kur them nuk e kam marrë vetën Ua, nga rryli, ua, se do për flasim 4 edhe- muaj e gjys. Në gjysore bërtitëm edhe. Ore, 4 muaj e gjys të betohem më për çfarë zej bëj për këtë natë. 4 muaj e gjys nuk e merrsha dot vetën, aq shumë dhimbje të fyti. Sa thash kam qirr zona, të kordat. Po. Sa kam marrë me natë. A do Çfarë ta viti ka thuash? qenë? Po ka ca vite, s'ka rëndësi. Me Salium me Dirama. Për sa kishe ti një javë? Një javë, 4 sezone, ka pas nga 25 episode sezoni. Llogaritë pak, karakter dytësor, po që kanë këto që flasin Po, shumë. po. Do e thuash? 200.000 lekë. 175.000 lekë. Po do ketë qenë kështu rroga minimale koma 200. Dhe të Kanë betohet, hek taksë. i grisa në sy, mora çakmakun, fap, kam ne cigaren për zotin, merrna në studio. I thash të kam bo naftën ty, aha. mund në studio, mund qatë dush, ja kam hedha, nuk më intereson se merr të flak studio. Pra, do më thënë, dalte kjo se nuk du të bëhem negativ, dhe më besoni me mishë me shpirt, copash do bëhem, unë personalisht për të bë dublime, për gjithë ju e për studio, la. Mos trego mos se kemi surpriza për dublimet. Shtyuar. Po pra ne po them, këtë do të dal. Copash dhe kena për t'i kthy siç janë për t'u kthy. Siç duhet me qenë më saktë. Jo kena për t'i kthy. Siç duhet me Do t'i qenë. bëjmë siç duhet. Po pra, siç duhet me u bë. Boj Nëse- fjali tamam e- tutem e- se duhet ta Kalojmë, përshtatësh po, tekstin. kalojmë, Po, e ndrojmë para kalojmë. atmosferën, Kalojmë tash. dua të them edhe një gjë. Do me Jepi. thënë, më ka shijuar, do me thënë, unë kur smuresha, që zente gripje këtej, frika ime ishte kjo, mos kam nesër dublime. Po të Dhe direkt në knaq. farmaci për këtë shkoja diçka për kordat që unë vazhdoj të punoj. Po pra, kur Punoj shkon për qef. Po kjo Do me thënë është që pra. ta bëja Ajo, punën domethënë, mirë, e kupton? Gjithë dublimet do besoj është diçka që ti e bën me shumë qejf sepse në përgjithësi arti është diçka që ti e bën me qejf. Domethënë nuk shkon gjithë me atë ide. Nuk e bën dot pa qefra. Jo, nuk shkon me idenë që sa lek do marr. Domethënë Patjetër. te një punë që ti e do, leku është gjëja e fundit që ti mendon. Mendoj unë, siç e kam pa unë te punët e mia, edhe pse unë kam bërë shumë punë të mërzitshme, por nejse. Por që prap edhe sa e mërzitshme ti jetë, nëse ti e do diçka ti shkon e bën me qejf, dhe në fund fare Patjetër. pastaj i thua vlla, po marrova, kaq lek du tash. Apo s'funksionon kështu. Nope. Dhe ishte e bukur, po jo. Ti japin është më beti tjetër, po ti të paktën cilat e mullë. Gjithsesi, a mu dalëm këtë temë tani? Patjetër. I fusim një përqafim. Dhe ishte bukur. Okej. Unë them, ne gati them arritëm. Ka Nuk e na arrit se do flasim edhe për Spy Family. Ha, Edhe pra, disa- fole. Okej, serial. Po. Kujtohet apo do të ta rikujtoj shumë shkurt? Ha, ma Domethënë ishte thuaj kjo që- goca që i dëgjonte të gjitha gjërat, që është shumë Goca që keq kjo, për mendimin tim. po që... Anja? domethënë, Po Anja ishte vajza e... Ajo që ishe ti, domethënë. Disim duket kjo, domethënë duket shumë i kopjuar, nuk e di a keni parë që ka qenë një film me Brad Pittin edhe çfarë ka ajo la që ka bote Tom Raider. Angelina Jolie. Ha. Ka bërë një film këta që është praktikisht ata të dy ishin njëri vrasës, tjetri vrasës, se ku dëgjon çan këto kështu agjentat amerikan. Po. Pas njëri se tregonte rolin e vet, bën një martesë fiktive. Kështu kanë qenë ato fëmijët spion vlla, ai filmi. Fëmijët spion. Ka qenë një thash me film të emrat? juniori. Jo më jo, këto janë të E di, mëdhenj, e këto janë di, të e di. rritur, këto janë të adulti. Po, pra. Po nese. Edhe ishin, domethënë kjo Spy Antonio Family më Banderas. duket sikur është frymzuar nga kjo gjë, apo thjesht meqense jemi tha ti fusim dhe i fëmijë sa për kështu, zot. Sa ta kemi. Gjendje. Por që mua ka pëlqyer si anime, se është pak ku dëgjon, pak më ndryshe se të Kam bërë tjerë. edhe një tjetër, unë po s'po më kujtohet, tani s'dia si ta shpjegoj. Po Pa shta- se ti je shumë i ditur, ti ke parë shumë. Oh, faleminderit. Prit hap Ishte një personazh që gjatë ditës ishte shumë e qetë, bënte punë të shtëpisë, kishte vllajin, po ndërkohë darkave ishte hetuese dhe kryente vrasje për gjithë këto njerëzit e këqij.
diçka e tillë, isha shumë e Nuk e qartë. di, jo, nuk e mbaj Se, mend. këtë bëni katë. S'ka probleme se s'na përshëndet. Jo, këtë zbulojnë. Po, na thoni çik zbulojnë kush është ta di. Ngelëm dhe ne kështu tash. Ua, s'm kujtohet. Jo, s'më Po vjen vjen. mirë që as juve nuk po ju kujtohet. Na kapi mat. Kat këtë lale, i Ja. rrim pazarit parë. Okej. Por që Spy Family është super. Është nga super Në anime. qoftë se do të legjendare. gënjej, un kam pa vetëm 2 episode dubluar në shqip. Edhe se mbaj mend fare shumë për ciptazi. Se As ti se mban. jo, se mban. unë e kam pa anime, po se mbaj mend Ah, zërin, ku do që të them e ke bërë mirë, e ke bërë Casey një opinion i jashtëm. Po na vlerëso pra i çik. Për ha, atë që ha. ke pa, po Për të atë që ke vërtet, parë, na thuaj vlerëso- kush ka pëlqyer. Rosa, Rosa. 10 out of 10. Rosa është bo virale gjitha ne. Uta. Uta se kam pa shqip. A do ta shohësh? Morte. Patjetër, shiko, ta thash, unë jam rob që kërkoj shumë, sa të shkoj në shtëpi tash dhe filloj të shikoj të gjitha skenat. Okej. Deri javës tjetër. Po Kung Fu Panda 4-ën. E kam pa, është Velpën. është nga ato, si këto, si Leo, si këto, e kupton? Nuk e di pse kanë fillu, është një periudhë kështu, si tha Lenci para dhe pas Covidit. Se thotë ka qenë 2010-2020 që kanë qenë shumë standarde, shumë kështu. Pastaj pas Covidit i kanë bërë pak më të lirshëm, pak më ti kuptojnë njerëzit, se s'di, domethënë ti mbledhësh 10 milion shqiptarë sa jemi, ne si botot 4 vetë që bëjnë kështu, flasin gjuhë letrare dhe këto janë mësues letërsie. Jo, mirë ka se ne Ja kemi kërkon- teatr vazhdimon tek akoma. Po nuk flasin më burë se, do me thënë, nëse ti do hysh në një rol të caktuar, ky roli ka një mënyrë të folur të specifike të vetën, e kupton? Edhe sa role mund të jenë teatr gjuhë letrare për shembull. Nga 10 persona mund të jenë 5. Varet tani se janë shumë. Aty mos u fut lele, ishe mirë deri Po, te varet nga- peshku. Shiko, edhe ke dublimet, ta lidhim edhe me dublimet, mendoj që duhet ruhet një balans. Domethënë, Okej, ca jam të dakord. mbahen letraret, sa pse jo të rrezikojmë se është rrezikim dhe ajo është pak guxim që ti bësh pak me dialekt, ti fusësh disa gjëra kështu. Po jam Po të Gjargoni. marrim shrekun, një sekond, ja po të marrim Po. shrekun. Shreku s'ka Një asgjë sekond, letrare. Jo, jo, ka letrare, sa të Fiona. duash. Jo. Ke Fionën. Ajo është e vetja në shkollë. Jo, Shreku. Sa të folur letrare ka? Shreku. Shreku, mos e ngatroj me Gomarën. Shreku deri në klasë 4 ka shkuar me çfarë të me Çfarë letrare. lidhje ka? Flet pastër, flet korrekte. Gomaj. Unë jam kundër. Se po do të unë jam kundër me det. Më lart. Ka sa të dush versione. Gomari, sepse futet komiciteti lidhet ndonjëherë shumë dhe me dialektin. Ti po të flasësh si katunar nga anët që je, besoj që unë qesh tash. E ka kap kamera, po më ra, ka të Jo, se e diti për çfarë ka marrë shkollën. Pra, personazhet komik i shkon dialekti, ama një personazh Njeriu serioz. biskote. Njeriu biskot. E pra, një pikërisht. biskot po. Kjo është pra karakteri mbaz me dialektin. Kurrie. Pra varet nga zhanri. Varet shumë pra, ka të bëj shumë kjo gjë. Por, Ora, unë po them që pyetja ime e fundit. hëmër drejt. Kush rol të ka shiju më shumë? Ose, po mirë thash, le të jetë çik pyetje si kesh, kush rol të ka pëlqyer më shumë nga këto dublime? Që e ke knoq, dhe ndoshta aty ka thënë që po, ky mund të jetë një profesion i imi. Rosa. Leje më ro patok. Do rish mirë apo të bëj rosta? Nuk dua të bëj ndarje, po thjesht nga që Një po që më e ke kërkon shiu më një shumë nga emër, zi. Lemër të Po flasë, rrihet drejt drejt. flasë. nga që më kërkon një emër më shumë te Amberi. Amber, ke zjerbi. Po. O mërzita. Sepse O mërzita. sepse domethënë ndoshta nga mesazhi, ka shumë mesazhe, ndoshta nga që kam gjetur veten ose siç e përmenda më përpara për ne brezin e ri që kemi atë dilemën. Luftën me veten, të kontrollojmë emocionet tona, ta kuptojmë veten, po edhe këto përgjegjësitë me familjen, me të ardhmen, me çfarë do ndodhe këtë ende. Po edhe në fund ajo që ju thash me që e donte, po edhe nuk funksionon mes nesh tonte, pastaj kur ndodhi ajo që ja më shumë nga shijuar, që po edhe Gueni. Me që deshet atë. Ase, Gweni është pak po sakt. Ska, është, domethënë janë dy personazhe komplet kundërt, Fix, prandaj por kanë një lloj pik takimi. Nuk janë tangente që pra Gueni shumë e qetë, një veten e këtej e vocë kështu. Ndërkohë Amberi që me ato shpërthimet e saj, zjarr. zjermë.
Çakmak do të thoshim shqip për shtatje. Shasharisha! Okej. Je bloku filtrin. Më bukur s'kishim ku e myllshim. Çfarë do më? Da e myllëm. Unë po kënaqem, vëllai s'kam filluar. Jo, unë po vazhdova me këtë ritëm shoku im. Për spital. Jo, do më pushkatojnë kur dalin të dera Au poshtë. kënaqet? Unë pafund. Shiko, Zora dufin. Këtë pyetje e bëj unë zakonisht. E vërtet? Po. Jo, Au unë për vete, kënaqe? shiko, unë e shijova. Kjo ka rëndësi. Edhe fakti që u hapen disa tema shumë reale që janë, që po na ndodhin tani, i gërshetumi, mblodhëm pak me emocionet, me nostalgjinë, me pasionin e tërci e vërci, pa tjetër që e kam shiu mbi të gjitha, ndodhi një moment që unë thjesht po ju dëgjoja dhe ju kishit debatin, dhe thash, është emisioni im ky apo? Shiko, ne flasim zakonisht, po problemi është që nëse shef ndonjë makinë të djegur, se ja sot për shembull kishte ra goma. Po. E kupton, por që Na bëjnë atentate kështu hera herë. inshallah s'po na prekin ne me dorë, se makinat bën çfarë doin. Shoku, shumë të faleminderit. Jo, faleminderit juve. Faleminderit juve. Ti do i shikosh Flori. ato. Ua. Ky ka për të shikuar patjetër, po shiko, nuk Ma, prek, mos je, prek, nuk me prek, dorë. nuk prek. Që të shohësh më mirë, bëj do xhira në ka Alba Game se kanë ardhur to Lego të reja me One Piece me sa diun. A janë coming soon, po mund t'i bësh pre-order. Na lë. Më thuj më Mos prek bëj me xhiro, dorë. se Shikoni. unë bëj kamesi sipër. Më thuj më bëj xhiro, se unë isha sot, isha dje, për dje, Ke përdor kodin sigurisht. Shadow 25, kapitale gjitha më të mëdha. O vlla, lutemi një sekondë herë ule Ishe dorë. dorë. Unë jam figurë publike, më njohin atë. Çfarë rëndësie ka, ornik? Po e din direkt që shkoj se unë vdes për këtë ta uli 1000 lekë. 2, 3. Që ngjort edhe ju. Shadow 25 me të mëdha bashk në fund. 25% ulje, edhe këtë me të mëdha keni. 25% ulje le Si ishte përdorni. Shadow 25? Shadow 25. E kanë mbyll tash, mund të shkosh nesër. Jo, nga webi e po porosin të tash i vjen nesër, s'ka problem. Edhe kjo. A pra? Duket që Rosliku ti ka marrë mend. Ta them shprehen apo? Vazhdo. Po nuk funksionon për ty. Po mirë mund ka dalë. Për ne thotë, ta kanë thënë, kjo kokë o ka vend për men, o ka vend për flok. Të dyja si bat dot. Pikë ansore. Këtu më duhen mu. Atë keqen. Çuna faleminderit shumë. Ishe Ju uroj fantastike. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Edhe ty në të gjitha projektet e tua. Faleminderit, Edhe inshallah ta ju ngjofshim realizohen. zonin, të pafshim sa më shumë mirë. Edhe inshallah po po na edhe nxjerrin zonin ta ta zonin ngjofshim. nëse do të gjejmë zonin edhe ty pastaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ja kalofshi mirë dhe ju të gjithë. Ciao. Bashim! Shadow Clone.